I tha bukur e Viktori. I tha bukur edhe me simfoni, edhe ne shpjegoj me ISO, me simfoni, me resto, po këto si janë muhabetet bukura, Sazan, ë? Ai ishte bukur. Aty ka boja ai. Kur tha Viktoria Barova, kur thej që nuk është fare bashkisë, aty gabove ai. Vetëm faj i vendimarrëse, edhe i popullit ose i njerëzve, jo popullit që e madhe, i njerëzve mos koktarë. Vetëm faj këtyre, kajtë. Dëgjoj, i dashur Sazan, desha të shtoja një gjë. Unë nuk është se i përroj bashkinë ose qeverinë. S'kam lidhje fare me ta, por problemi është edhe pse unë jam në administratën e bashkisë, sepse punoj në Teatri Petro Marko. Problemi është që nuk do vi kryetari i bashkisë, ose në këtë rast do vi Bruna, kryetaria jonë e bashkisë, do vi të më pastroj mua plerat ose të më japi atë ide. Jo ti pastrojnë, po të mirën masa. Të mirën masa dhe gjobitën personat kompetent të cilët bëjnë shumë reagim administratën. Jo Viktoria, Bruna e ka për detyrë, u votua, Bruna dhe para arsa e Brunës, duhet që me administratën atje të punonte t'i pastronte kanalet, pikërisht, sepse ka një buxhet që merret nga bizneset dhe nga qytetarët, nga taksat e tua në çdo faturë ujë dhe nuk ka sens më pas që ujërat e bardha, pra ujërat që ne na vjen në shtëpi të ngatrohen me ujërat e zeza për shkak të bllokimit të shirave. Është alarmante. Pra, ti vejmë pikat mbi. Kështu që detyrën e kam pikërisht politikë bërja dhe ka pikërisht drejtuesit e institucioneve të kujt pale qoftë. Se si jemi këtu as për t'i përkëdhelur, as përfundoje, Viktor. Bravo, faleminderit. Atëre, unë nuk e thash, nuk e se s'më lata mbaroja bisedën. Atëre, në momentin që sot është zgjedhur një administrat tjetër, një kryetare bashkie tjetër, atëre unë jam me këtë mendimi siç ka qenë mendimi i saktë i qytetarëve vlonjat. Çdo pozicion pune do njeriu e aftë, jo njeriu partijak. Tu problemi jonë është që ne themi të gjithë rrof partia sa ikna i vdek partia. Ky problemi është që duhet mjetet e aftë dhe në kapitalizëm nuk ka turp, ka ligje, ka dënesa, në rast se ato para janë, ku shkojnë? Sepse ne kemi një eksperiencë shumë të hidhur para një viti që unë pyet Vlora dhe problemi ishte urgjent do rikuperohen kanalet e qarkullimit, motorat që janë 4 motora në hidrovor në perëndim të Vlorës. A e dini ju që ende ata motora nuk janë rikuperuar dhe funksionojnë vetëm 1 nga 4? Vlora është grop, edhe në momentin që është grop, Vlora mbytet për 5 minuta, sepse kanalizimet janë të tilla, sepse ne nuk pastrojmë, por unë i mështoj përsëri asaj pune, jemi ne qytetarë që nuk mundemi do të disiplinojmë një qese në ato kontenierët që janë, në kazanet, të ne të bëjmë punën tonë. Në momentin që ne bëjmë punën tonë, atëherë ngrihemi dhe protestojmë. Po këtu unë s'ka parë një protest që të ngrihemi për pastrimin e qytetit. Të gjithë jemi urdhën si urdhën. Vetëm nisemi nga një fakti vetëm, ne si qytetarë për dishmërinë tonë, ikim çdo ditë dhe hedhim betorinat në të njëjtin kosht plerave, hedhim gjanat ushqimore, hedhim mobiljet, hedhim gjanat hekurta, gjitha i kemi në një vend. Domethënë nuk i kemi klasifikuar edhe pjesën e betorinave, duke u nisur nga gjë elementare që kemi kontinierat tek pallatet tona të vendosura. Dhe Viktori, në ato që gjithë secili duhet të bëjë detyrën e tij, po kur nuk e bën qytetari, kush është? Është pikërisht shteti që duhet ta gjobis. Është pikërisht shteti, pushteti lokal, nuk ka rëndësi, që duhet krijojë, duhet ishte bërë kjo ndarje e mbeturinave që në burim që thua ti. Sidomos duke e ditur se është problem i ripërsëritshëm. Çdo vit nuk është se ballafaqohemi vetëm sot. Qytetari nuk e kryen një pjesë qytetarët nuk e ndërton shtëpi për si duhet. Pushteti lokal ose jo, atëherë kush i tërheq veshin kujt? Domethënë se kjo ngelemi në një rreth vicioz pasaj. Një fjalë. Ne duhet kuptojmë mirë që natyra nuk ka faj. Kjo është e rëndësishme. Nëse kemi edhe nga ato lloj përmbytjesh të cilat si bëjnë dall edhe po sikur kemi infrastrukturë shumë zhvilluar. Jo, mund të minimizosh pasojat, Sazani. Pasojat mund të minimizosh. Tani më dëgjoj. Edhe një ekzempll, lutem. Në momentin që ti nuk e njeh forcën e natyrës, për shembull nuk njeh forcën e tërmetit, forcën e erosionit, forcën e shirave, atëherë njeriu s'ka faj, sepse nuk e njeh. Por në momentin që ne kemi 180 që maten klima, parametra, treguesit, ne e dimë shumë mirë që shiu maksimal në Tiranë, në Shqipëri, në Lezhë, është kjo, që do të thotë që njeriu me situatën moderne që ka sot, me shkencë,
e parashikon, janë kryesisht zonat të njëjta ku kemi vështrime dhe ku kemi përmbajtje. Por jo rreshtet e shiut. Si? Jam me mendimin tuaj, ku të ka pa përgatitur tërmeti, por jo rreshtet e shiut. Minimalisht. Po. Edhe tërmeti, me lejo pra, sepse mos vetëm marrë libre tërmeti tani, që e kam bërë. Po pra, ta që tërmeti, se bibliotekën aty pranë ke. Dakor, ikim nga paralelizmat se edhe çalojnë ndonjëherë dhe pastaj na hapin debate të tjera. Mund të kontrollohen pasojat. Kjo është ajo që po diskutohen. Dhe fundit, që duhet ta kuptoj edhe Viktori dhe Eksoni, edhe unë i pari, po edhe bashkia, dhe ndihmarsi, çfarë? Që kostot e marrova fjallën, unë s'kam që them kur bie në mitoloza, pistola nuk dikojnë me. Kur a i të kuptoj, bashkjaku, që kostot që a i kusen për këto masa, pemë të larta, kanalet barra, kanalet zeza, merë me time tila, është shumer me ullët se reziku që vjen më pas, ka. Qartë. Mirë, në rasin më të mirë kurse në ato fonde, se ndonjëherë dhe mund t'jenë keq përdorur. Po janë më të larta pra, po është më i lartë i pacient se sa masa profilaktike që ti përdorën ndaj qytetarit. Kur bëhet pacient janë më të larta kostot, e njëjta gjë. Janë më të larta kur do të rreziku që do ndodhi etj etj. Mirë, këto kisha. Jo, jam shumë dakord. Dhe çfarë të irriton ty më shumë? Çfarë thua me vete në të tilla raste kur sheh pamje të tilla me veten tënde? Çfarë është ajo që të irriton më shumë, Sazan? Më irriton që është sa faj qytetari që thotë Viktori me të drejtë, po më e madhe akoma është ajo që duhet, sepse ndërgjegja thotë Freudi, ze 3% në strukturën mendore të njeriut. 97% dhe zërë ligji. Prandaj ligji, thane gazetarja të brenda, bashkia, politika lokale apo e madhe qendrore e bën e detyron një bashki që të marrë masat para se të ndodhë, duke argjuar pak para, po mos argjuar më shumë nesër. Është gjë që duhet funksionojë në mënyrë zinxhirore, për të ardhur deri tek qytetari, edhe që t'i shmangemi paka shumë. Edhe jemi prap në vend numër edhe në këtë nëntor të 2025-s, së fundit në Viktor. Këto kanë pasoja pastaj edhe tek fondet, sepse ata qytetarë që do kenë disa dëme, pra në të mbjella, në banesa, do kërkojnë dëmshpërblim për shkak të fatkeqësive natyrore, dhe kjo prap kur shkon do merret te buxheti, është faturë mbi ne. Pra, nëse investimet bën projektohen ashtu siç duhet, kështu dikursen më tepër para. Gjithsesi, duhet themi se nuk jemi në këtë gjendje alarmante për momentin. Por, jemi në 24 orëshin e parë, thuhet që rreshtjet do vazhdojnë deri në një javë. Momentalisht problematike kemi zonën e Veriut. Të shohim, pra kemi ndërprerje të energjisë elektrike, kemi bllokim të rrugëve dhe për 24 orë këto nuk janë pak. Nuk janë pak dhe nga ana tjetër, ajo që të shqetëson është se ne i dim edhe këllqet. Do më thënë këllqet tona, kështu që normalisht duhet me të drejtë të shqetësohemi. Po, Viktor, fjala e fundit. Atëre. Shiko, unë kam pas një fat madh që kam jetuar në qytetin më të bukur dhe më të pastër që ekziston, për paktën ato vende që unë kam bredhur dhe jo pak, unë kam jetuar në Toskana, Firenze, kam remigracionin goxha vite, 17. Të njëjtat struktura janë dhe atje, me 4 kazane. Do me thënë, mbeturinat janë të seleksionuara sipas binerte, plastika, xhama, letrat.